Mirëmëngjes. Sot kur po vija për në punë në radio, po diskutoj mbi çështjen e konfiskimit të shtesave informale në ndërtesat formale. Nëse ju kujtohet, në shtator, në mos gaboj tani të vitit 2022, pra 2 vjet e ca më përpara, qeveria nxori një VKM, sipas të cilës konfiskonte shtesat informale në ndërtesat formale dhe një pjesë të ndërtesave informale të cilat ishin masivisht të shtrira në Tiranë. U bën një shfaqje e madhe, ministra që shkonin, zëvendës kryeministri i kapte në flagrancë, ndërkohë që ata vazhdonin ndërtonin. Mirë po, çfarë ndodhi pas 2 vjet e gjysmë, këtë trajton në fakt edhe ajo kronike shkurtër ishte në radio. Ajo që ne pretenduam që atëherë, unë kam marrë pjesë në debatet që në shtator aty videon, pak ditë pasi ishte bërë kjo biles pa u miratuar në mos gabojmë, kur ishte në proces hartimi. Mora pjesë në disa debate me këtë çështje dhe ajo që thash unë ishte që ose mbështeti vetëm në 3 pika. E para njerë, ky projekt s'bën gjë tjetër vetë se legalizon një sipërfaqe informale ndërtimi e cila nuk do të dilte në treg, po mos të legalizoj. Pra, nëse nuk do konfiskoj, ajo do ishte një sipërfaqe ndërtimi ilegale dhe nuk mund t'i nështrohet rregullave të tregut, as rregullave juridike për shitblerjen dhe regjistrimin e kësaj pasurisë. Së dyti, ajo VKM s'bënte gjë tjetër vetë amnistonte si thua zyrtarët e qeverisë që e kanë funksion kontrollin ose mbrojtjen e territorit nga ndërtimtaria informale, si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal. Pse? Sepse ato ndërtime ishin bërë dhe dikush duhet marrë përgjegjësi për mos kryerje në këtë rast të funksioneve zyrtare. Së treti, ajo VKM amnistonte ndërtuesin informal dhe amnistonte ndërtuesin informal nga një dënim ose nga një krim i cili kodi civile dënon nga 3 deri në 8 vite burg, përveç të tjera. Pra kjo ishte arsyeja pse unë isha kundër atij vendimi qeverie, ose kjo ishte arsyeja që më çonte të gjej argumenta pse isha kundër, për të qenë më i saktë, sepse në fakt arsyet që unë isha kundër asaj VKM kishin të bënin përshtatparjen e dimensionit ndërtimor. Ne përgjithsisht kishim ndërtime informale mbi ndërtesa formale. Për shembull, mbi ndërtesë 25 kaçe ishin dhe janë 7 kate të tjera informale. Dhe pyetja në ime ishte është bërë projekti duke i llogaritur këto 33 katet apo vetëm për këto 25 apo 26 katet të cilat isha marrë leja e ndërtimit. Nëse në rastin e parë nuk ishte një problem të madh në kuptimin ndërtimor, në rastin e dytë ishte një rrezik i madh, sepse struktura e ndërtesës mbase nuk e lejonte atë shtesë mbi shtëpinë. Ka rrezikshmëri shumë lart. Së dyti projekti, vendimi i qeverisë ishte në 7 raste shkelës i kushtetues. Pra ishte shkelës i kushtetues në 7 nenet të saj. Dhe së treti, isha kundër edhe në kuptimin urbanistik. Pse në kuptimin urbanistik? Sepse ne kemi thënë dhe këtu që urbanistika ka një instrument shumë të rëndësishëm që quhet kapaciteti maksimal mbajtës. Nëse një blok banimi ose një zonë të caktuar, qoftë ajo lagje, qoftë ai kompleks banimi, i shtohen një ndërtesë disa kate pa leje, duhet të hiqen një ndërtesë tjetër sepse numri fqinjeve, sepse numri i popullsisë në një zonë caktuar nuk duhet ta kalojë një numër të caktuar njerëzish. Ndryshe bëhet e pajetueshme ose e keq jetueshme deri në pa jetueshme. Mirë po kush ishte argumenti që silte atëherë qeveria dhe që në fakt tani pas kaq kohësh, pas 2 vjetësh, ne e kuptojmë që ishin gënjeshtra. E thanë dhe atëherë. Ministria ose qeveria na tha që këto sipërfaqe do konfiskohen dhe do shkohen pas treve, ose do i shkojnë përshtyra publike, ose do shiten në ankan të hapur, ose do i shkojnë fondit të kompensimit të pronave, apo do shiten në vlerën e tregut, para blerje nga ndërtuesit informal, por me vlerën e tregut përveç gjobave të tjera, një gënjeshtër e madhe, unë personalisht, por edhe të tjerë tham që atëherë që është një gënjeshtër e madhe s'mund ndodhi. Dhe në fakt çfarë ndodhi thonë? Ajo që ndodhi është shumë e thjeshtë. Qeveria u riktheu ndërtuesve informal me vlera qeqerake nga 223 euro si mesatare flas,
por midis çmimit nga 170 euro deri në 305 euro për metër katror. Kjo ishte ajo fasha e çmimit me të cilit ja ktheu në Tiranë, për shembull, 8 raste në Tiranë ntesa dhe shtesa informale, ja ktheu pronarit, atij që e kishte ndërtuesit informal, me këtë çmim, 223 euro në mesatare, nga 170 euro deri në 305 euro për metër katror. Është qesharake, rrezikesh me një çmim edhe më i ulët se sa procesi legalizimit. Ata i rimorën pra dhe i rikthyen në treg. Tashmë ata i kanë pronë të ljonë nga shteti, sepse i parablen pronat e tyre, po kjo është ajo që ndodh. Dhe kjo është ajo që ndodh me çdo gjë me këtë qeverisje. Korrupsion kudo. Korrupsion, ligjshkelje, antikushtetues, qasje antikushtetuese e kështu me radhë. Dhe në fakt, edhe kjo zgjidhje që ju dha, jo vetëm që si ishte në përputhje me propagandën kur u konfiskua, se nuk konfiskua gjë, por ishte në kundërshtim edhe me një udhëzim të Ministrisë të Financave të fullshtatorit 23 shtator 2023, më falni 2022, i cili na thoshte që do shiteshin në ankam, por në ankam do dilni me një vlerë minimale e cila do vlerësohej nga ekspert, krijuan një grup ekspertësh, sipas vlerave të tregut. Pra mbi vlerën e tregut do bëhej ankanti. Dyshemeja do ishte vlerë e tregut. Kjo është ngjarja që unë do doja të trajtoja sot me ju, sepse ma kujtuan që mëngjes, që pak dhirbiles, kur po vija për në zyrë. Disa e lavdëronin, disa thanë të vërtetën. Kjo është e vërteta mbi konfiskimin e qeverisë Rama të shtesave informale në ndërtesat informale. Sot e mbyllim këtu, faleminderit, ndoshta shihemi nesër.